Një zjarr I përmasave të mëdha përfshiu pas ditën e së dielës tregun industrial në zonën e plazhit në Durrës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Flakët nisën fillimisht në një njësi tregtare, por përhapja ishte e menjëhershme dhe përfshiu thuajse gjysmën e tregut. Autoritetet dyshojnë se një shkëndijë elektrike mund të ketë qenë shkaku fillestari I zjarrit, por nuk përjashtojnë as mundësinë e një zjarrvënie të qëllimshme. Hetimet vijojnë për të përcaktuar rrethanat e sakta të ngjarjes. Pamjet nga ngjarja tregojnë biznese të shkëmbuara plotësisht, ndërsa pjesa tjetër e tregut ka pasur dëme të mëdha strukturore dhe të madrave. Të hënën ekspertët e sigurisë dhe pronarët u kthyen në vendin e ngjarjes për të bërë vlerësimin fillestar të dëmeve, ndërsa bilanci I plot ende nuk është bërë publik. Sipas të dhënave paraprake, flakët rrezikuan të përhapeshin edhe në bizneset dhe në banesat përreth, përfshirë hotele dhe apartamente, por ndërhyrja në kohë shërbimit zjarrfikës shmangu një tregjedhi të mundshme. Fatmirësisht nuk pati të lënduar pasi qytetarët dhe shitësit arritën të largoheshin me shpejtësi, ndërsa shumë prej tyre arritën të nxjerrnin një pjesë të madrave përpara se të përfshiheshin nga flakët. Tymi I dendur që u ngrit nga tregu mbuloi për orë të tëra zonën bregtetare të qytetit, duke shqetësuar banorët dhe vizitorët që ndodheshin aty për shkak të fundjavës. Zyrtarët e emergjencave civile bëjnë të ditur se tregu nuk përmbushte kushtet minimale të sigurisë teknike, çfarë ka favorizuar përhapjen e zjarrit me ritëm të shpejtë. Nuk është hera e parë që kjo hapësirë përballet me situata emergjente. Në të kaluarën ka pasur edhe përmbytje gjatë ditëve me rreshje intensive.